Drejt fundit është afati prej 15 ditësh brenda të cilit I mandatuari për kryeministër Albin Kurti duhet të paraqes për miratim për bërjen e qeverisë së re dhe të programit të saj. Tekse kanë mbetur edhe 3 ditë, subjektet politike nuk kanë lëvizur nga pozicionet e tyre, të paktën jo publikisht. Sipas hulumtuesit në Institutin Demokratik të Kosovës, Vullnet Bugaçku, nga lëvizjeve të vendosje janë duke munguar përpjekjet për të bërë kompromise me partitë e tjera politike në drejtim të formimit të qeverisë së re. Po vrehet më shumë që ka një tendencë e diskutimit privat me deputetët e caktuar të Kuvendit Kosovës dhe mbas ata janë duke bërë përpjekje që në mesin e deputetëve të Kuvendit Kosovës të gjejnë ndonjë deputet I cili jep votën pra formimit të qeverisë dhe pra kabinetit të qeverisë Kurti 3. Bugaçku pret që seanca për votimin e qeverisë së re të ftohet në ditët në vijem. Ai nuk përjashton mundësinë që kryesia e Kuvendit të mblidhet edhe të dielën, por tha se veprimet e saj janë të lidhura edhe me vendimin eventual të gjykatës kushtetuese për masën e përkohshme të kërkuar nga lista serbe. Palët janë duke e pritur edhe ditën e nesërme, nëse eventualisht gjykata lëshon ndonjë opinion ose vendim sa I përket vendosjes apo jo të masës së përkohshme, apo edhe sa I përket lancimit ose publikimit të plotë të vendimit bazuar në kërkesën e parastuar nga lista serbe. Lëvizjes vetëvendosje I duhen së paku edhe 5 vota që të siguroj minimumin e nevojshëm prej gjardhjet e njësosh për votimin e suksesshëm të mandatarit. Si parti fituese zgjedhjeve të 9 shkurtit, kjo parti ka 48 deputet. Për krahje ka edhe prej 7 deputetëve të komuniteteve pakicio-serbe, si dhe të Nenad Rashiqit. Sipas kushtetutës, nëse qeveria nuk merr shumicën e votave të nevojshme, presidentja brenda 10 ditësh mandaton një kandidat tjetër. E nëse qeveria dështon të zgjidhet edhe herën e dytë, atëherë presidentja shpall zgjedhjet që duhet të mbahen brenda 40 ditëve.